Përshëndetje të nderuar miq, mbrëmjen e sotme zhvillohet protesta e dytë e madhe me pjesëmarrjen e diasporës Tiranë, e cila në total me të gjithë protestat e zhvilluara deri tani është 35-ta. Por përpara orarit zyrtar orës 19 të nisjes së protestës kanë filluar edhe shqetësimet e para, kolonat rradhët në kufi në Morin mes Shqipërisë dhe Kosovës, një varg për gati 3.5 deri 4 kilometrash. Si pasojë e kontrolleve të rrepta në kufi nga pala shqiptare, kjo edhe nga një qarkore e drejtorit të policisë së shtetit Skënder Hita, të publikuar pak ditë më parë në media që kërkonte që çdo element që do futej në kufi të ishte në kontroll të imtësishëm për shkak të rrezikshmërisë për protestën që do të zhvillohet sonte, duke shkaktuar radhë të gjata në kufi, ka sjellë reagimin e institucioneve të Kosovës, duke qenë se gjatë sezonit veror dhe jo vetëm nuk ka kontrolle në kufi mes nesh, krye daljet janë të lirshme. Megjithatë, se çfarë do ndodhë sonte në Tiranë në këtë protestë, ne do të flasim me mikun e emisionit tonë, sigurisht kemi për traditë tashmë çdo fundjavë për të bërë një përmbledhje të situatës politike në rajonin tonë, në trojet tona dhe me gjë në geopolitik, me zotin Driton Tali, i cili ndodhet në Londër. Zoti Tali, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, i përshëndes të gjithë ata që do të na përcjellin. Faleminderit ju. Çfarë do ndodhë sonte? Erdhi data 4 korrik. Kemi edhe fest, po kemi edhe protestë. Kryeministri ka ditëlindje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë për vjetorin e 250, ndërkohë që kemi edhe diasporën që vjen për të protestuar. Po, të kujton fillim fare unë pa të thënë, pa të deklaru se Rama do të jep tërheqje. Atë deklarate pa të bërë duke mendu se është aq i mençur, është aq i kultivuar dhe ka lexuar din se me rini nuk mund ta shtyje i pushteti. E ka pas rastin e protestave të vitit 1981 në Kosovë, në Prishtinë, organizatorët ishin student, mosha dominante ishte 19-23 vjeçar. Dhe tër popullata, edhe ata të cilët ishin pjesë e sistemit, instiktivisht shpirtnisht ishin me protesta, sepse sidomos prindrit është çështje njerëzore të solidarizohesh me studentët. Pastaj studentët i kanë idealet e tyre, ata nuk ndalen. E kanë kohën e dynjes, pra nuk janë si këto moshat e shtyera që janë në kopras me kohën, sepse e din që ju ka ofru vdekja, gjësa trite kanë atë sensin për kohën, kështu janë shumë, si them, kavalier. Prandaj çdo shtyrje e dëmton pushtetin këtë rast, zotni Rama. Pastaj vetit i ka disa njerëz që kanë mendu se janë të kultivuar. Pra ka dhe këqitarë që nuk e këshillojnë drejt, mendoni? Unë po habitem me disa të Kosovës, me një apo dy. Jo me disa tjerë, të tjerët janë të paskrupull të këta të Kosovës. Dy profesorë? Ata kanë parasysh e njohës të mirë të Jugosllavisë, kanë parasysh protestën e 68-s, mënyrën se si Tito me Veljko Vlahović, një drejtu bile, njëri ka qenë edhe pjesëmarrës në atë protestë, u solidarizua me protestën, sepse për ndryshe nuk qitën kry rinia. Protesta atëherë ishte poshtë borgjezia kuqe. Pastaj doli Tito, Veljko Vlahović dhe ju majtën fjalim, ju premtuan se do të bëhen reformat e tjera. Ngjashëm ka qenë edhe me De Gaulli. Demonstratat e 68-s, bile shumë analistë thonë për shkak se u vonua në shpërndarjen e parlamentit, ju hakmor në popularitet dhe në 69, pra një vit më pastaj dha dorëheqje në vitin 70 kur vdiq është ai fjalimi i famshëm i Georges Bidos, franceze,
generali de Gaulle vdiq, Franca mbeti edhe ai neve na shpëtoi nderin në vitin 1940, në vitin 1944 na drejtoi drejt fitores, na u hoqi drejt fitores, në vitin 1958 e shpëtoi Francën nga lufta qytetare tjera, që asnjëra nga këto kreditet nuk i ka Edi Rama. Prandaj kam menduar se këtë betejë e din që e ka të humbur, por duhet të dalë sa më faqebartë që është e mundshme. Dhe vetmja mënyrë është që ligji aty ku protestuesit më shumë e theksojnë, ligji për zgjedhje të ndryshojë dhe të shkohet në zgjedhjet e reja, nëse fiton. Por nisur dhe nga reagimi që kishte për ditëlindje sot, ai shpreh i vendosur që nuk ka tërheqje. Ç'ka? Rinini ki armiq? Ai në vetit, a ki men, a e trenu. Ai është rini atje. Si do të kapësh me rinin? Ata janë fëmijët e tanë. Me kundër popullit do të shohësh? Sa ka logjik. Enver Hoxha me gjithat atë monopolin që e ka pas nuk ish guxuar ashtu. Ke parasysh? Tito ja u dërzu. Tito që fuqia Titos në vitin 1968 në shtetin e Jugosllavisë ka qenë 20 herë më spakti. 20 fish më spakti më i fuqishëm në Jugosllavi se që është Edi Rama në Shqipëri. Kot e shikon atë gjatin e Beogradit. Ai gjati i Beogradit është mbrohet nga Rusia, ky nuk e ka Rusi. Po aty duhet bidja. Tani ku kapet Rama se diku ai duhet. Askund hiç, po. Ku i gjen fortën, guximin, ku merr zemër që ato nuk tërhiqen. Në këtë kompleksin e Skënderbeut që e ka fitu me kohë, se për ndryshe nuk do ta bënte atë pazarin me Zvërnecin e Sazanin, pra ai është barazu l'État c'est moi, ajo thënia famshme e Louis XIV. Ky kompleks krijohet me pushtetmbajtje. Si është ajo e Lord Actoni. Pushteti korrupton, pushteti absolut korrupton në mënyrë absolute. Pra ju thoni, nuk ka shpjegim tjetër. Ky më të vërtetë e ka kompleksin e Skënderbeut, mendon se bën çfarë të dojë me Shqipërinë, se deri tash edhe ashtu ka bë. Dhe tash janë çurinia kundër, dhe donë edhe me rininë që në start e ka atë luftë në humbje. Prandaj në fillim para 2-3 javë pa ta thënë se ky jep dërheqje duke shpresu, duke menduar se është aq i mençur, aq i lexuar dhe e din që këtë betejë ka të humbur. Jo ai, po çdo kusht tjetër. Nuk është fenomeni Rama. Kushdo që futet në demokraci, me rinin luftën e ka të humbur. Ai e ka një shembull që në 2018 me studentët e fitoi. Aty ishte tamam rini studentët, pavarësisht se këtu janë grupe. Po varet çfarë ishte, cilat ishin rrethana, cilat ishin kërkesat. Kërkesat ishin tjera, rrethanat ishin tjera. Tash është rrethon. Prandaj po them ky nuk shiko, takimin e fundit e ka me këtë Francës, që e pat. Asnjë lider tjetër nuk do ta pranoj. Kapën për gjuhë. Asnjë lider i Evropës perëndimore më nuk do ta pranoj Ramën. Zoni që do ta përjaktoj nga rrethi. Natyrisht. Cili lider i zgjedhur në mënyrë demokratike shohet kundër rinisë. S'ka logjika. E pat kryeministrin tonë, i cili e imposhti bindshëm konservatorët para disa vjetë, e pa se si po agravohet situata, edhe atë sebeb ishte çështja e emërimit të një politikanit me influencë të madhe në Partinë Laboriste, çfarë ka mori dhe dha dërheqje.
Pa, në këto raste, mençuria politike është që të negociosh dhe ti përshtatësh kushteve të cilat ti paraqesin studentët. Pra ju po Ai është dasht me kërku një delegacion të protestuesve, me bisedu me të ashtruar ku është problemi, çfarë doni, edhe mi realizu ato kushte. Po, doni në mënyrë demokratike, e ndrojmë ligjin, mendoni se ligji për zgjedhje nuk është demokratik, e ndrojmë, shkojmë në zgjedhje. Dhe kushdo që të kishte, unë jam i bindur se sikur se të kish shku në zgjedhje që në fillim ti kish pranu kushtet, përsëri do të fitonte, ndoshta jo bindshëm. Po do të ishin më të vogla, po t'ishe kapur që në fillim. Absolut, që në fillim, absolut. Po, pra, si përfundim keni ndryshuar mendje tek ideja që folëm para 2 javësh që Rama ç'është javësh do ta jap dorëheqjen, tani mendoni që duke njohur do të jap, tashti do të kam mendu se jep let. Pra duke fakti është komosenski. Por tashti do të detyrohet. Edhe do ta ketë një disfat shumë më të madhe se sa që për ndryshe do ta kishte. Pra disfatën po të sillë është siç ka menuar. E shikoni më disfatën. Absolut. E kam mendu më të mençur, më të lexueshëm, më të kultivuar, por i nati shqiptarit në base ja ka trulu me egoja. Pushteti, gjitha këto, po dhe të pushtetit dashtë mu të regu më i ftaft, gjak ftaft, sepse çfarë do të bësh? Ajo rinia atje është shqiptare, nuk është sërbe, si që ishmi ne në Jugoslavi ishim shqiptar dhe pushteti sërb nuk qanë të kokë. Po dhe tani blokimi Po e zëm i vrajti 2-3-3. Për çfarë do arsye, t'jenë edhe të pa planifikuar, t'jenë çështje si që plasja ajo rëmuja me deputetët. Çfarë do të bësh ti? Prandaj po them, në këto situata është më udhës, perëndimi ka kalu në për këto situata, prandaj që në fillim japin dorëheqja, po munohen me negociata, me gjetë zgjidhje. Dalin të keqes përpara. Absolut. Prandaj unë them se njeri i mençur mësohet nga gabimet e të hujve, vetëm se budallai mësohet nga gabimet e veta. Prati, s'ki nevoj me fut gishtat në rrym, sepse të mytë, se ka mytë edhe diko për ateje. Do të mytë edhe ty. Po s'ki nevoj me bat eksperiment. Prandaj, po them edhe një herë dashtë shohim se sa kokë fort është Edi Rama, sa ma gjatë që cilët kështu, rejtingu do t'i bie edhe më shumë. Ka mendu se rinia do të dorëzohet në brenda 3-4 jave, jo një muaj, jo nxehti do ta bëj vetën. Kampionati botror. Jo, nuk shkon ashtu. Kampionati botror nuk shkon ashtu. Jo vetëm se në Kosovë, jo vetëm se në Tiranë, po askund. Nuk mundesh me rini studenteske mu shtyjnë këto gjëra. E krahasuat me Luigjin e 14, pak më lart. Rama i 4, Luigji i 14. Po unë këtë Luigjin e 14 është kompleksi Skënderbeut, ka që mendojnë se janë më të mëdhej se shteti. Me kohë marrin këtë i kemi neve në Kosovë disa komandanta, na ju kemi çliru. Ke parasysh? Edhe besojnë se janë mbi të tjerët. Ke parasysh? Edhe ky, për mos i përmend edhe disa politikan, ish miqësimi që kanë fillu edhe ata të infektohen nga ky kompleksi i Skënderbeut. Unë jam ai shpëtimtari, unë jam mesia i kombit, unë bëj çfarë të dua, se unë si është ajo
thënia e famshme De Gaullit, kur du me ditë se çka dën Franca hapys vetën. Edhe këta pa e ka thënë atë me cinizëm. Po, duket se do kemi prapë një përplasje distancë me vetëvendosin, sepse sigurisht ngritur pak traun në dogan. Ka rrallë sot nga Kosova për Shqipëri për të ardhur. Shikoni, për ndryshimin që bëjnë kosovarët në Tiranë, unë nga tash po ja heki këtë breng Edi Ramës, mos u frigo. Për që munden dikush nga Kosova me organizu protest masive në Tiranë, apo nga Maqedonia, hiç atë mos ta ketë atë breng Rama, sepse edhe nga Tirana askush nuk mund të organizoj proteste në Prishtinë, po nëse kosovarët nuk i bashkohen. Pra e ka problemin me qytetarët e Shqipërisë. Këta tjerët janë pasojë anësore. Domthon, e bënën problem kryesor Iqbal e Hudutit. Kush e çon kokën për me Iqbal e Hudutin në Kosovë? Çfarë faktori është ajo? Ke parasysh, prandaj po them që Edi Rama më mirë është të kërkoj një komision nga këtave që tashtim duket janë dalë disa individat të cilët identifikohen me organizimin dhe të bisedoj me ta të shqyrtoj ato 5 kërkesat që ja kanë ofru, të futet negociata dhe të shpallë zgjedhjet e Ramës. Zoti Tali, ju thatë që mundet që ndërkombëtarët përbalë kësaj situate në thojza mund të heqin vizën. Pra, duke mos e pritur dhe përcjellur më siç ishte rasti Macron. Ju do ta shihni. Do ta shihni që nëse Shqipëria është e ftuar në këto farë samitet ndërkombëtare, do të kenë kujdes them establishmenti i parë. Gjithmonë do të takohen ka diplomatët e dy. Sikur që po shkojnë në varrimin e këtij Farali Hameneit. Ke pa kush po shkon. Këtë ekipi i dytë. Hiç e kryeministri në Pakistanit, Putini do ta dërgojë atë poltronin e vet me Medvedevin, që tash është ndohet kryetari i partisë së Putinit, atë post e ka. është ish president, ish. Vendet arabe po ashtu do t'i qojnë diplomatët e rangut të dytë. Kush ishte senjor aty, talibanët do t'a qojnë të Afganistanit ministrin e punëve t'jashme, dhe kaq. Por më forta është ajo e samitit NATO-s. Këto ditë kemi pas artikuj të shumtë mes tyre dhe nga Reutersi, që vendose theksin te fakti që Shqipëria nuk i ka përmbushur detyrimet 2% për investimet për infrastrukturën, për mbrojtjen, edhe kjo mund ta rrezikojë samitin në vitin tjetër në Tiranë. Dakor, jo, Ramës nëse kjo është arsyetimi se pas kanë dikta deri tash, kjo është arsyetimi diplomatik. Nëse se ka kuptuar Rama, ju gazetarët shpjegojani me një shqipe të thjeshtë. Je izoluar, zotni. Bota perëndimore nuk qohet kundër rinisë. Në t'ju hinë kryhja. është absurde. Për më tepër, nuk janë kërkesat absurde. Nuk ka violencë, hiqe këtë atë ditë që patë gjurje, shtyrje, intervenit të policisë. Para parlamentit ka pas incidente, po që në shesh s'ka pas asnjë incident. Po, hiqe atë incident që nuk di sepse edhe protestuesit kanë gjujt me veve. Gjuarja me vezë nuk është antidemokratike. Mund t'jetë e papëlqyer. Desa gjuarja me gur, po, se e lëndon policin, e lëndon këdo. Por me vezë e me qumshte, me këto janë të pranueshme, si jo të pëlqyeshme, dakor, po të pranueshme. Nuk është violencë, tha gjujshti një politikan me çka diune me
uja po me një lang apo ta gjujshme edhe. Ke parasysh. Pra dhe Trumpi, pavarësisht se dhëndri i ka vënë fytyrën investimit që u ngrit gurguleja, përpara kësaj situate vështirë që mundet ta shpëtoj, ta mbroj. As që do të tentoj ta shpëtoj. Trumpi ka gjithë ato akuza në Amerikë, është në, si thonë, sikletin e tij, në këto zgjedhjet për kongres, as që merret me te. Domethënë me te do të merren opozita demokratike, ku do ta sulmojnë për shkak të involvimit të dhëndrit të tij dhe vajzës së tij, dhe do të krijojnë atje tregime se si e ndotin ambientin e tjera, korrupsione, gjithë ato akuzat që mund t'ja veshin Trumpit, po Trumpi as që do të marrët me Edi Rama. Zotari, për Kosovën jemi në status quo, s'ka lëviz gjë aty për momentin, por të lutem nëse mund bëni një rezume të situatës globale këtë javë, nga Rusi, Ukrainë, lindja e mesme, çfarë po ndodh në botë? Po në Kosovë kam thënë që sa herë që t'jenë në dhënë një parashikim, një prognozë për skeqi, gjithmonë e qelloj. Pa të thënë se alternativa më serioze do t'jetë zgjedhjet përsëri, e që tashti veç asaj rrugë jemi duke shkuar, për shkak të them komunikimit ndërpartijak apo luftës ndërpartijake që e kemi pasur deri tashti, edhe pse kohën e fundit është zbut, po megjithatë akuzat e natyrave të ndryshme ndaj njëri tjetrit, etiketimit e tjera, po vazhdojnë që natyrisht e dëmtojnë cilin do koalicion të mundshëm. Haradinaj ka shpresë për president, po Haradinaj ka gjasa për president pak më shumë se unë, për të bërë president i Kosovës. Me 7 deputet, ai nuk mund të bëjë. Ai e provon se me 7 deputet u bë kryeministër, kështu që pse mos bëhet president? Po, por kryeministër ishte koalicioni parazgjedhor, pani. Kështu që ishte një situatë tjetër. Tashti është një situatë kaj tjetër. Me kyçjen e Fatmi Limajt në PDK ka ty tashti janë duke u bë llogaritë të ndryshme dhe ajo u shpërfaq gjatë fushatës zgjedhore. Në LDK atë që në vazhdimësia, them se problemi nuk është Lumir Abdigjiku, po është problemi mënyra se si u zgjedh, sepse sikur të zgjedhej me votën e aktivistëve të LDK-s, veprimtarëve të LDK-s, sepse ata ashtu e përdorin për antarësinë e LDK-s, nuk janë aktivistë janë vetëvendosja, LDK-ja janë veprimtar. Kjo është vokabulari politik i Kosovës, ti respektojmë, pra veprimtarët e LDK-s, një vot, një veprimtar do duhej. Po të bëhej ashtu, unë jam i bindur që zotëni Abdigjiku do të ishte në një pozitë krejt ndryshe. Pa marrë parasysh çfarë fitore do ta kishte në atë rast. A do ta kishte mbi 60%, pak mbi 50% e tjera, por ajo fitore është fitore dhe ndaj. Pra problemi me LDK-n është për shkak të jo zgjedhjeve brenda antarëve të LDK-s, sepse ka qenë një traditë në LDK, shkohet në zgjedhjet e brendshme, ka pas një farë demokracie me gjithatë në LDK krahasuar me disa parti tjera këtu në Kosovë. Sa i përket lindjes së mesme, BRICS-i po i dëshpëron më shumë po më duket këta islamistët tanë se sa antiperëndimor tjerë, qofshin ata rus apo kines, sepse ata e dinin, edhe këta hegemonistët sërbë,
dje sot pak i përcolla medjet dhe në spikam nuk e kishin varimin e liderit Khamenei, por bisedonin se si Rusia është ringjallur me këtë aksionin e fundit, se si Rusia do t'i përdor të shti bombat atomike e kësohër broçkulla, pastaj se si Ukraina është para kolapsit, se si në Rusi kjo figura Putinit është tashti ka merr më shumë përkrahje e broçkullat të ngjashme, e që shpesh këto edhe interpretohen apo transformohen edhe në Kosovë nga disa islamistë duke kritiku këtë Zelenskin se po e shkatërron Ukrainën. Nuk është asgjë pozitive duke vërë për Ukrainën, po me këtë luftën kundër Rusisë është ka shkatërron Ukrainën, kështu edhe këtë narrative dëgjon në rrjetet sociale, por edhe në këto debatet publike. Realiteti është se Putini më tashti lufta nuk është më në gjendje që ta kamufloj, edhe propaganda ti është zbehur, sepse kanë fillu të shpeshtohen radhat për petrol, për benzin. Madje tashti kanë shkruar, apo janë duke u marrë vesh, kanë negociata me cilin shtet ishte për të importu gaz. Një nga ato shtetet, jo Azerbejgjani, për njëri nga këto shtetet e pasur atje me këto pasurit po energetike. Ke parasysh shteti i cili dikur si them, ja impononte krizën ekonomike Evropës duke manipulu me çmimin e gazit, tashti është në një situatë për të importu gaz nga shtetet atje përreth të Kaukazit, për shkak se dronët Ukrainës ja kanë dëmtu infrastrukturën, ja kanë dëmtu kështu kogja seriozisht infrastrukturën e eksploatimit dhe distribuimit të gazit, por edhe rafinerit e ndryshme. Dhe ajo, pra, industria e naftës, industria e gazit, që në Rusi ishin tamam industri, dhe industrit kryesore ekonomike, mbi cilat edhe varej prosperiteti i Rusisë, tashti është dëmtuar seriozisht. Kështu që presim kur edhe Putini do të dorëzohet, ka sipas mediave britanike, ka indikacione që ai është duke kërkuar, është duke kërkuar negociata me tema të ndryshme, fillimisht nuk donte të dëgjonte për Zelenskin që të marrë pjesë në negociata me të, tashti e pranon atë. Forbes më duket kishte një artikull të javë që Putini ka ditën e numëruar në pushtet. Nuk e di. Po, këto artikuj janë shpeshtu, ka disa javë që nga atëherë kur filloi me kufizu internetin në Moskë. Dhe kur sipas gazetarëve të cilët janë në Moskë, prezencën e Putinit e hetuan për disa javë që mungonte. Dhe pastaj, sidomos pas vrasjes së këtij liderit shpirtnor të Iranit, dhe filluan atje
t'i lidhin ato dyja bashkë, se po frigohet që me anë të satelitit të zbuloj se ku gjendet, dhe ta sulmojnë me drone, ta vrasin, bëjnë atentat me drone. Kjo ishte tregimi kjo ishte narrativa e mediave britanike, andaj edhe ishte izolu kogja shumë, nuk dilte në publik, si edhe e pati rejt kogja shumë, po ashtu sigurimin rreth vete, numrin e gardianëve, truprojave. Zotari, unë falenderoj për bisedën. Këtë radhë ne e bëm bisedën pak më të shkurtër, të fokusuar vetëm tek Tirana, tek zhvillimet tashmë që priten mbrëmjen e sotme në pritje të protestës. Do shohim çfarë do ndodhë për të diskutuar deri në javën e ardhshme të gjithë skenarët e mundshëm që ju Unë ngeli mbas asaj që Edi Rama është në mirë sot me dhënë ndërheqje, apo jo me dhënë ndërheqje, po mi ftu një delegacion të studentëve që të protestuesve, mu marrë vesh si t'ja bëjnë. Sa ma shumë që ta zhagit këtë, do të dëmtohet më së shumti ai. Koha do t'i seroj gjitha çfarë diskutuam deri javën e ardhshme. Unë falenderoj shumë për bisedën. Ishte kënaqësi.